Jem në barokat e administratikit në lagjen e Froniklit. Që sa kohë jeni këtu? Jam për vitit 1979. A është e juja? Jo, Qysh e keni marrë këtu? po se kena marrë, kena një lloj vendimi për administratikut për me shfrytzu për banim. Barakën mas s'po ke mas tokë as shtëpia sa në dunja Zotit. A është çfarë kushti ka baraka? Çfarë kushte është baraka? Baraka, mas 50 vjetë, për 79 të i sët, i vericat e drosat janë të kalë, pika bjen, kur bje shrije se në doj i erës i drosës e i vericave është shumë i ronë mrena. Dimnit është ftëft, verës ta qëtë flokën, po njeri kur s'ka ku shkën që të rrinë. Me kanë jetani këtu? Jetoj me gru, 4 djemë edhe vajzën. A janë të rritur në fëmija? Po, djali madh është 23 vjeç, me aftësit kufizume, merr një lloj pensioni për 120 eurove. Vjet më ka thy filxhonin e gunit 4 muaj, ka nejtë në spital, tash është mirë. Fëmija tjera punojnë? Dytin e kam është anë mek i operum për venave, falë një donatorit i cili e paguj operimin, privat, se në që ku dosh me prit 5 vjetë. Aj punën, kur mundet, kur s'mundet, e le punën, ja e qesin, se o privat, edhe rrit e shpia, te i sa gjona i pun tjetër e sene. Gjallin e tretë e kam me epilepsi, që 3 vjetë, i diagnostifiku me epilepsi G14. Ai nuk më rinë të shpia, nuk e donë, qysh me thonë, komunikimin ose urdhrat, me i dhonë urdhër dhe sene bane këto, bane ato, nuk e donë, si pas qefit vetë, që shtu me shuke sene del. Të 4-tin e ka ma të vogël, është 20 vjeçar, e kalon shkollën, është diabetik i bje sheqeri, e ka kry klasën e 9, ma nisë ka shku, s'kina pos kushte, edhe smuja nuk e ka leju me shku. Vajzën e kam tash, si vjetë, ja kina po do analize e sene që shtu, është anemike në gjak, është është alergjike shumë në çdo sen, dhe besoj se ndikon kjo Saloniti, kjo farë baraka, drosat e sene kjetë, besoj se ndikon edhe shnetën tonë qështu. Vetë nuk jam mirë, organizmi nuk ma prodhon, gjaku nuk ma prodhon vitaminën B12, vitaminën D3 kam shumë pak, jam në medikamente, çdo muaj e marr një injekcion të vitaminës B12. Ka merë një tarnë? Me të drejtën për vitit 2000 kom punu si në depo beturinave të komunës Drenasit.
kom të bu limenka, hekre, sene, që ashtu i kom rritë fëmijët për 15 vite. Te në 2015, pi 2015-ës, që ashtu, kush një nimon, ma bjen i thes mil, ja me pare, ja me setë, sot e kësoj dite dalna për deponia Tegra, që ashtu, të bëj një bajanak, mi ka fal 2 pule dhe një knus, një 5 lepra, po mirëna me lepra që shtu ka pak për i shes sa për i dore. Cila është kërkesa juaj? Me mujtë më largu për këtë ujtë një herë. Se unë u rrita këtu, edhe u plaka, po më stilo fëmijë këtu. Kush ka mundësi, një tro tokë, një tro shpi, abanes, se këtu nuk jetohet më. Edhe i shnoshe me ardhë, për 6 muaj një vetë smuet. Se duhmja e barakës mrena tregon gjithë qka. Po qatë erë, qatë duhme qka e përjetëm na, për qëto vite, me konë, me afru sa do ku do pak në dëgjuzve popli tjerë që jetojna për shtëpia për banesa është të merë. Kjo mas 50 vjetë, kjo as një baskis mundesh me ngullë në të se i verita, që sikur kjo këtu, a përshë kjo kolp, qashtu edhe mrena o kolp. Kur t'bje shi, në përpërzure hin mrena ujtë. Pik është një pjesë e tavonit në dhumë. Nejas aty mu ka shem krejt. Por s'kom pas mundësi me nreq. Kini me hi mrena me pa me tapeta, e kom asit tapetat i kom orë ka 1 euro. Edhe i kom gjithë me thuma. Me pistole që ashtu se në gjithë si lepaki nuk e manë. A janë ndihman dikosh? Elhamdulillah, bereqat versen, njerët që na njohin të komunës Drenosit. Bereqeti i komunës Drenosit, edhe na pak me punë që shtu, por shpenzimet tona për medikamente, për mjekim janë kogjat larta, edhe pa përballueshme për neve. Ka njerë edhe nuk kena mundësi me shku në spital, në QKK atje, ose me ble borna se s'ka, duhet me duru. A ju ka një mune i sa me komunës Drenosit? Komuna e Drenosit ju. Kina bo kërkesa e sene për kur gjohes se ka. As nuk kanë regulore, as nuk kanë amandman, as sen për me ndihmu qështu familjeve.